Sakrificë që nuk harrohet, kjo ka qenë kryefjalë në ceremoninë e përkujtimit të krijimit të çetës Çamëria në Markat të Konispolit. Në historinë e luftës çlirimtare, ky moment u kujtua si një nga faqet më të forta. Më 2 shkurt 1943, këtu u krijua çeta Çamëria nga vullneti i bijve të Çamërisë për të luftuar pa kompromis kundër pushtuesit e tradhtarëve. Bektash Shori, në cilësinë e kryetarit të veteranëve të Konispolit, u kujtoi të pranishmëve se çeta Çamëria u themelua në Bregun e Mënit në Markat, fillimisht me 36 trima, por radhët e saj u mbushën më shumë se 600 luftëtar. Kjo është çeta e parë në qarkun e Gjirokastrës. Në kuadër të kësaj çete u krijua batalioni Çam. Dhe në kuadër të batalionit Çam, në gusht të 24-s u krijua brigada 19 sulmuese, brigada e vllazërimit midis shqiptarëve dhe minoritarëve. Krijuan brigadën e 19 sulmuese, e cila mori pjesë në të gjitha 87 luftime, që nga Konispoli e deri në Veshigrad. Me radhët e ngjeshura dhe me idealin e lirisë, kjo çetë e dyta në shkallë vendi u shndrua në një forcë që mbrojti Konispolin dhe u bë pjesë e betejave për lirinë e gjithë vendit, u shpreh kryebashkiaku Ergest Dule. Ne përpiqemi që këto data historike të zonës tonë, krajinës tonë, t'ju aprëçojmë brezave. Dhe në qoftë se nuk ka përkujtime të tilla, atëherë as brezat s'kan nga ta dinë çfarë është bërë në territorin tonë, në krajinën tonë, në Konispolin tonë. Luftën që është bërë këtu, historinë që është bërë këtu, s'ka njeri që ta anatemoj dhe ta shuhe nga historia. Dhe për këtë do t'jemi ne, jeni ju, janë brezat në vijim, që do ta mbajnë këto data në memorien e gjithë secilit prej nesh. Çdo emër, çdo betejë dhe çdo sakrificë na kujton se liria ka patur gjithmonë një çmim, u shpreh deputeti Ardit Bido, duke bërë apel për ta mbajtur gjallë këtë kujtesë, për ta nderuar me dinjitet dhe për ta përcjellë në brezat që vijnë si një udhërrëfyes për të ardhmen. Ka histori vazhdimisht që duan të bëjnë pjesë si emri Çamëri, ashtu edhe luftën e dytë botërore, luftën e shqiptarëve, dhe është pikërisht krijimi i çetës Çamëria që është përgjigjja më e mirë që ne mund t'ju japim të gjithëve. Çeta Çamëria është krijuar si vetë organizim i të gjithë atyre patriotëve në zonën e Çamërisë dhe është çeta e parë në jugun e Shqipërisë. Çeta Çamëria është krijuar dhe ka bërë betejën më jetëgjatë, më të madhe në Ballkan ndaj pushtuesve nazifashist, luftën 55 ditore të Konispolit, krahas dhjetra e dhjetra sulmeve të tjera ndaj forcave pushtuese. Kështu që ja vlen që ne këtu gjithë bashkë dhe t'ju themi gjithë atyre të cilëve duan të bëjnë pjesë si luftën e dytë botërore dhe Çamërin, që nëse duan le të vinë këtu dhe ta thonë. Nëse duan që të flasim për Çamërin si njerëz të cilët kanë bashkëpunuar me nazizmin që her pas here e hedhin në treg, hajde le ta thonë këtu, ja ku është fakti historik, ja ku janë dhe pasardhësit. 2 shkurti i këtij viti shënon 83 vjetorin e krijimit të çetës Çamëria, u kthye në një festë popullore për të gjithë krajinën, me përshëndetje e kujtime nga veteranë pasardhës, si dhe me performanca artistike në skenë. Skena më e madhe ishte në sheshin e Markatit, i cili u ndez nga këngët e vallet dhe nga atmosfera e festës, për një shenjë të rëndësishme të historisë lokale me rezatim në historinë kombëtare.